Qeveria shqiptare ka bërë shikimin për herë të tretë të buxhetit në një vit, ku diella e cila u propagandua si mënyra për të ulur shpenzimet dhe korrupsionin në fakt po rezulton një kosto e lartë për qytetarët shqiptar. Parat po i jepen ministres virtuale diella, teksa nëpërmjet zërit buxhetor i qeverisja financimet janë duke u rritur me shpejtësi në krahasim me funksionet e tjera. Buxheti për i qeverisja arriti në 20.1 miliard lekë, më shumë se 200 milion euro. Shpenzimet për këtë zë pasuan rritje me 15% në krahasim me ndryshimin e 8 qershorit, ndërsa në krahasim me buxhetin fillestar fondet për i qeverisjen u rritën 60%. Në ndryshimet e fundit buxhetore, fondet e Ministrisë së Arsimit u shkurtuan me 851 milion lekë. Në raport me buxhetin fillestar 2025, fondet për Ministrinë e Arsimit u shkurtuan me 1 miliard lekë, rreth 10 milion euro ose 1.6%. Kjo rënje vjen në një kohë kur sistemi arsimor përballet me nevoja të mëdha për investime. Edhe Ministria e Shëndetësisë ka shënuar një ulje të fondeve. Ndryshimet e fundit reduktuan më shumë se 336 milion lekë, një tregues i mungesës së politikave të qëndrueshme. Në raport me buxhetin fillestar, fondet për shëndetësinë u reduktuan me 0.5%. Në të kundër, Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës është përfituesja më e madhe e rialokimit buxhetor me një rritje mbi 6.1 miliard lekë. Përqendrimi i fondeve në këtë zë tregon prioritetin e qeverisë për investimet në projektet infrastrukturore. Ndërkohë, Ministria e Bujqësisë ka përfituar një rritje modeste prej 331.000 eurosh ose 2%, krejt e pamjaftueshme për nevojat e sektorit.